Domethënë, familja Begeja kanë qenë ndër më pasanikët e Tiranës. Janë një nga 7 familjet themeluese të Tiranës. E para vjen Toptani, e dyta vjen Petrela, e treta vjen Begeja. Petrelat janë dajat tonë. Dajat domethënë gjyshja ime nga nëna ishte Petrela, nga baba Begeja. E katra vjen Llagami. Më pas vinë disa familje që janë shumë ngjitur, Gjinali, Deliu, disa. Dhe këtë e kam nga profesor Karapici, Gzim Karapici, nuk e kam timen këtë. Dhe si të tillë to kanë pas goxhat toka, kanë pas flori, kanë pas të gjitha këto. Nga tokat kanë pasur të paktën të vërtetuara mbi 950.000 metra katror troje nëpër Tiranë. Nuk kanë pasur pyje, kanë pasur troja dhe ulli. Rrënjë ulliri. Kam pasur mbi 2000 rrënjë ulliri të shpërndarë në katundet e Tiranës, kam pasur dhe vetëm në Tiranë dhe rreth e qark Tiranës mbi 950.000 metra katror. Nga të gjitha këto ne kemi marrë më pak se, domethënë rreth 5%. Diçka më pak se 48.000 metra katror në total në të gjitha ato që janë kthyer. Ka më pak se 5%. Më pak se 5%. 95% të tokave vijojnë të vjedhura. Ndërkohë, vetëm fisit Begeja, nga, nuk po them tatimet e tjera, po vetëm tatimi i jashtëzakonshëm, shpallja numër 1, jo shpalljet e tjera, po lista numër 1, vetëm fisit Begeja janë sekuestruar 8 milion Napolona Flori. Wow. Dhe Florieri nuk është kthyer asgjë.